Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, zot. Urdhroni. Kemi 20 vjet ne si popull që bashkëbisedojmë me juve. Po, në 21 mars kemi 20 vjetorin e emisionit, po. E festuar, po. Dhe të gjithë jemi të pakënaqur nga prokuroria, nga zyrtarët, nga ministrat, nga të gjithë. Shprehim pakënaqësi për problemet që ne vendeshim dhe padrejsinë që gjejmë. Habitem, përse tani nuk dëshirojnë ta të bëjnë vetingun. Vetingu është që neve të shpëtojmë nga këto burokraci, nga zgjatja nga 10-15 vjet të gjyqeve dhe nga korupcioni në përzyrat e shtetit. E para. E dyta, dëgjova mbrëm një emision të Ylli Rakipit, drejtuar kryetarit Bashkisë së Durrësit, lidhur me një velier që po ndërtohet. Nuk flas për ligjin, është zbatuar së zbatuar, si dhe qyshtek se e din të tjerët. Por, një gjë më ka bërë përshtypjen jashtëzakonisht të madhe, që si ka mundësi që përveç Fatos Lubonjës dhe Andi Bushatit nuk ka gazetar Shqipëria, me atë fjalor banal, me atë fjalor që jo Vangjush Dako, por asun dhe as njeri në rrugë nuk e meriton. Sepse fjalat Postoburg të tregon që ai pas ka qenë aq mirë atje se ja dëshiron të gjithë shqiptarëve, kur ne të gjithë jemi kundër atij genocidi që ka bërë komunizmi. Ne jemi dakord ta ruajmë Durrësin me ato që ka në anën muzeale, por dhe ta zhvillojmë. Prandaj duhet qoftë ajo avokatja, qoftë dhe gazetarët të jenë një çik më të stabilizuar, të frenojnë një çik me frenadore kur flasin në fjalorin etik. Dhe treta dhe fundit për sot kam një diçka të çuditshme për të thënë. Në një koincidencë kur në 97-ën varrosën fëmijët, vram, u prem me njëri tjetrit për luftë civile. Dhe zoti Sali mbeti përsëri ai që ishte dhe bën thirrje për luftë. Në qoftë se unë do ta kisha bërë një thirrje nga penxherja ndonjërit, dëgjoj se unë ty do të vras, dëgjoj, unë do të bëj këtë gjë, prokuroria do më kishte vënë hekurat mua. Se me kushtetut dënohet dhuna dhe raprezarit që bëhen kashti njerëzve. A ka prokurori? Një fjalë vetëm dhe një video nxjerr fiksi dhe stopi, me njëherë merren masa. Nëse këtu po shkruajnë gazeta për herë, të thirret 20 Haxhi aty me njëherë për këtë. Për ditë bëhen thirrje nga Basha. Unë ju falenderoj. Po, ju lutem tani ta përmbledhni mendimin se 2 minuta kemi. Me mbarova një sekond. Bashkë thret Republikë të Re, të shëmbim Shqipërinë, është fjala e djeshme, dhe të jetojmë në çadra. Në këtë mënyrë shpëtojmë dhe nga tërmeti. Qartë dhe mendimi juaj dhe qëndrimi juaj. Vazhdojmë të presim dhe telefonatat të tjera. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem. Alo. Ju lutem flisni. Presim dikë tjetër atëre që është pak më i ftilluar kur merr në telefon. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Po. Flisni pra. Mëngjesi. Ulni zërin e televizorit nëse doni të vazhdojmë bisedën. Po. Ju dhe kushdo tjetër që do të marrin telefon. Kam 2 probleme. Cili është problemi i parë? Po fleta tjetri. Atëherë mbyllim këtë bisedë sepse nuk po zbatoni kërkesën që të mos dëgjoni zërin tuaj sepse na ngatrohet biseda zotëri. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Po? Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. I nga Dyllava kisha pa të protestën. Po? Qeveri e re. Po, për një moment mendoj qeverinë e re me Partinë Demokratike. Ai Flamur Noka, ministri Ashton, për shembull. Ai Prazimiri, ministri Kulturës. Albert Ristani, ministri Tregtisë, Irakis, falsi, po them. Kurse Lut Basha, kryeministër Lut Çadra. Kaq kisha më thonë. Qartë, dhe këto që thatë tregojnë dhe këndvështrimin tuaj që keni. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po, mirë bashkim. Sa bëhet këtu më bashkim? Për çfarë keni fjalën? Çfarë thonë se çfarë bëhet? Tash më thonë që do t'i ngrej rrogat, fakti do t'i ngrej. Po ku do t'i gjej këto leka që do ngrej rrogat? Kur ngrej rrogat,
bëhet një kastitje në qeveri, në parlament, në prefektura, në qarqe, dhe këto pasaj këto shtezime kalojnë për rrogat. Ku do t'i gjenë këto që do t'i ngren kaq rrogat? Këta mirë që të thonë të palët, edhe një reparatimi që rrogat janë të ulta, po duhet të kastitje rrogat e tyre, duhet të uli numrin e deputetëve, duhet të uli numrin e ministrive me nga 3 ministra, edhe alka të tjera, kursejnë edhe të rritën ato rrogat e ulta, se kështu, këtë që thonë, ma thot mendja që është kod la fosi për të. Edhe për vetingu, po do bëhen vetingu, po për vetingu nuk do merret me kryeministrat e me ministrat që kanë abuzuar, jo. Po do merret me gjëra të vogla, shpëvo bëhet që bën. Kopti nuk, as gjë mos bëhet me vetingu. Ata do mbajnë njërin tjetrin, prokurori do mbaj prokurorin, gjykati do mbaj gjykatin, as gjë mos bëhet me. Dhe një gjithë tjetër kishë. Po, ju lutem pak shkurt, po. Mos të më zita. Tashi amnistia e armëve është bërë. Mbajnë quna të rinë në përburgje, se kanë patur nga një armë pa lejë. Tashi kur bëhet amnistia, çojmë ata quna të rinja dhe i shkatron burgu, edhe them se kanë vend për këto kohë. Këtë kisha, unë të shkoj të ministria. Po dhe unë ju falenderoj që silni këtu atë që nënvizoni ju nga realitetet tona. Urdhroni. Alo? Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Ju lutem, doja të flisja pak për këtë kadrën. Tani, ai Lul Basha, ai ka të garantuara zgjedhjet e 18 qershori që do t'i fitojë ai? Këtë pyetje kisha. Vetëm kjo pyetje. Se çfarë do të ndodhë në qoftë se populli do votojë prapë këtë koalicion, i cili me sa kuptojmë neve, ka bërë diçka për të popull. Pra, kudo që të shkosh ndihet era e shtetit. Pavarësisht perfekt nuk është, po ama ndihet era e shtetit. Prandaj i bën një pyetje Lulzim Bashas, një apel, që çfarë do ndodhi në qoftë se zgjedhjet e 18 qershorit nuk i fiton ai. Dhe sa po të fituar. Si kam përshtypjen në protest vjen populli. Kam përshtypjen zonjë që protesta nuk është që të fitohet kjo qeveri të fitoj zgjedhjet. Kam përshtypjen që zgjedhjet janë të garantuara, të jenë të lira dhe të fitoj pastaj cili informacion të doj politik. Ai tash doli paraprakisht që tha që nuk janë të garantuara. Unë ju falenderoj dhe juve. Qartë. Nëse nuk i fiton. Asgjë, do të qëndrojnë në opozitë. Apo jo? Do dalin në opozitë, po prapë do jetë si kjo lloj opozite. E keni fjalën çfarë lloj opozite do të jetë në një rast hipotetik. Opozite, prandaj po u them, sepse populli është shumë i lodhur me këto gjëra. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj dhe pak a shumë ne marrim vesh edhe për këtë do votoni ju zonjë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotë bashkim. Urdhroni ju lutem. Ju falenderoj sepse kisha kohë që kërkoj. Po urdhroni. Në fakt desha të flisja në lidhje me paksa edhe për të në një formë replike. Po? Pa qenë detyruar ndoshta po duke marrë shkas nga mënyra se si diskutohet. Juve dhat një lloj përgjigje që kjo betejë e protestës opozitës nuk ka lidhje me cila qeveri do qeverisi, po është fjala për të garantuar zgjedhje. Po, këto janë deklaratat e bëra nga lideri i opozitës, po. Sigurisht. Kjo është gjëja themelore sepse kjo është baza e demokracisë. Sa i përket mënyrës se si duan ta shpërfillin disa me ramë në krye, duan ta shpërfillin këtë protest, sigurisht që ajo nuk është thelbësore sepse janë të gjitha shkaqet dhe arsyet që jo vetëm aq njerëz sa ka sot në atë protest që qëndron në mënyrë në një shtrirje kohore të gjatë përballë kryeministrisë, por ka shumë arsye që të gjithë njerëzit të jenë të sensibilizuar për të marrë pjesë në atë protestë. Ne po shikojmë për ditë se si trajtohen qytetarët, se si shpërdoren fondet, mirë sa dhe qytetarët përpara, që kur bëhet një ngritje page mbi çbazë bën zotëria, ndërkohë që kaq vite nuk pati asnjë ngritje page dhe kjo bëhet vetëm për qëllime elektorale. Unë mendoj që të gjithë njerëzit në radhë parë ose për vetting që flitet. Shumica e njerëzve nuk e din kuptimin e fjalës që do thotë vetting. Aq sa i bie që
edhe kur rritet çmimi i spinaqit atje nga ato ijet që shesin, thonë është ngrej çmimi se s'është bërë vettingu. Kështu që është një gjë pasent të merresh me vettingun kur baza e demokracisë, që janë zgjedhjet e lira të ndeshme, nuk janë të garantuara sepse është e garantuar që këto zgjedhje do të jenë të manipuluara tërësisht nga dora e Tiranës, që është mjeshtri i këtyre manipulatorëve. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja në ekranin ton të hapur për të gjithë këndvështrimet. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. 24. Flisni, ju lutem, publiku po ju dëgjon. 24. Sigurisht, ju newsit kërkuat apo jo? Bashki më vjen keq që kur flitet për Sali Berishën, për njerë mundoni e t'i prit një fjallën. Ai është që ka mbajtur pendë të vënd 27 vjetë. Dhe ai pra bërë thiri për luftë tash, sepse e di që ka bërë dhe nuk e do drejtësinë ta marrë dhe të bëhet vettingu, se e di që do të zgjidhet. Më vjen keq që ata zonë të para janë ndërpres fjalën. E di pse ndërpresun sepse ky është emisioni i qytetarëve, zotri. Zotri, ky është emisioni i qytetarëve dhe jo i militantëve. Dhe sa po fillon militantizmi, ju e kuptoni që prishet tonaliteti qytetar këtij emisioni, apo jo? Vazhdoj me të tjerët. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Me gjë. Po, Dhe i thosha Lulzim Bosh të Sali Berishës, po. cilat zgjedhje keni bërë ju të ndërshme që populli t'ju besojnë ju. Po, një pyetje e rëndësishme kjo. Me gjë, Lulzim Bosha gjithë shqiptarët e panë se si u bën zgjedhjet për kryetar bashkiet Tiranës. Po, Nëse ishte i ndërshëm ai, nëse ai kishte fituar vërtet, Sali Berisha e Lulzim Bosha do i hapshin kutitë e votimit. po. Sali Berisha ka harruar atë kohë kur u hellshin nga 500 flet votimit. Prej Partisë Demokratike. Unë kam pas burrin tim kryetar komisionit e policia Sali Berisha ma ka marrë, i kanë thënë do të çojmë ose ndajt e të lama atje, ose në Pukën, mal të Pukës e të lama atje, ose do të vratin mos në shkuën komision të Partisë Socialiste. Pra opozita aktuale Pra këto janë zgjedhjet e mërshme që i ka bë Partia Demokratike për 25 vjet. Vërtet ai para folë se i tha se populli e budon, sa nuk e di edhe për kiles minat sa do thonë që a bo vettingu. Po populli e bo aq i zgjuar, sa edhe ata pa shkollët, Sali Berisha e Lulzim Bosha i kanë bë me shkollë, jo me shkollë të mesme, po me shkollë të lartë. Sa ai që vuan, ai që heqkesh, ai mëso. Po, Kurse pasaniku i ka vu gjanat pa dijes, edhe nuk e ka shumë problem, nuk jap di fort të rëndësini. po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj. Shfrytëzojmë në këto minuta të tjera që kemi, mëndësisht problematika nga jeta qytetare. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si unë do bashkim. Mirë, urdhroni. Gjë, Flisni. unë fata një 2 pyetje për ai Lulzim Basha, Po, gjeri e çovi atë bashkinë e Komzës si na ka ngrit taksat. Edhe fletat të në qatër. Se nuk vjen me korrigju bashkinë e vet. si bashkinë e vetë, kë Komzë bashkinë? edhe hetu flet vetë të bëhet të sti. Na ka bo, nuk kemi hap kanalin vetë, kanalizimet, kemi pagu 5 milion lek, e sëtë pagun taksa për ta. Po, unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju sillni pyetjet e rëndësishme që keni për politikanët. Urdhroni. Mirëmëngjes. Më pëlqeu si më keni pëlqyer gjithmonë ai përcaktimi që thoni që ky është një emision për qytetarët. Po, Po fai është normalisht se themi që populli është budalla. Jo, unë kam mendimin që ne shohim shumë shkurt. Tani vettingu, pa vettingu, protesta pa protesta, këto janë procese të gjitha, mendoj unë, të demokracisë. Dhe secili mund të presi atë të japin fjalën një herë specialistët, pastaj të flasi që po su bë vettingu nuk bashkimi nuk ekzekutohet, filani nuk ekzekutohet, ose njëri o tjetri dhe kjo pengon. Në qoftë do ishim të themi me një shikim më të afërt, marrim vetëm punën e pensioneve, zotri.
Në këtë mas të madhe që rrita i 2 apo 3%, me këtë unë duhet të t'ju kujtoj të gjithëve që kemi derdhur gjerës, që jemi ne njerëzit, me që tosta ajo zonja që jemi të zgjuar në kam për me shkollë. Ai 2% nga takon një brezi që kanë punuar me turne në për kombinate, në kanë punuar në për fusa, kanë thyrë brinjët dhe kur vjen fundi prap me një 2% që mori një 3.000 lekë. Nuk kam asgjë kundër administratës, sepse gjithë në administratë gjithë populli nuk do punoj. Por të bësh një rritje të tillë me 10 fish diferencë dhe të dalësh këtu të gërthasës pse bëjmë protestë, është e drejta e tyre si në gjithë botën të bëj protestë. Është e drejta, apo s'është e drejtë, këtë le ta zgjidhin me votë njerëzit, po të jenë të zgjuar. Por në rast të parë duhet të bëjmë këtu për hallet që kanë brenda derës shtëpisë, me komision, me qeverinë dhe si u përgjigjen për administrata. Sepse po i them vërtet jashtë çdo sensi politik, këtu ku jetoj unë në Tiranë, që kemi vuajtur 14 vjet në Bal, janë shtruar rrugët dhe po të shikoni çdo zgë që i është vënë edhe një plak për të ecur, përpara pallatit tim ku nuk mund të mbyllet as edhe një gjete. Dhe është jo më shumë se 30 metra katror, u hapën tuba nga gjithë ujësirë që gjitha që ekzistojnë telefonie ku ta të ju. Dhe kur vjen fundi është mbaruar gjithë rruga dhe unë nuk e di se si mund vi kryetari i bashkisë së Presi Sirit, kur këtu ka ngelur si një varr i një, të themi, i një njeriu që s'ka pasur njeri. Dhe çdo njeri që pyesim, çdo punonjës që punon këtu, se janë firma private, shkoni sot në përbashkira, ankohuni, përse duhet vetë, nuk më pyetën kur erdhën. Ka detyrimin ligjor të më pyese. Dhe unë duhet të bres, pra këto të shikoj njerëzit të si na sorrollati në përdyrë, dhe jo se a bëjmë mua mund të ketë vetëm një njeri në të Republikë që ndjen vetën që po i bëhet batëreci dhe ka të drejtën të protestoj. Po. Unë ju falenderoj dhe juve. Në qoftë se duan, le t'i drejtojnë në rrugën dhe t'i thonë që shkoni në organet përkatëse, t'i japime. Nuk mund t'ju quaj unë juve hajdut, megjithëse mund ta di se keni marrë shumë gjëra, por në qoftë se gjykata juve nuk ju ka dhënë vendimin e prerë që jeni hajdut, unë nuk kam asnjë të drejtë në botë dhe në ligj që t'ju quaj juve hajdut. Po unë ju falenderoj dhe juve që sini dhe ju kanë vështrimin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni ju lutem. Bashkim, ju jeni. Po, urdhroni, flisni. Falenderoj për emisionin. Jam një qytetar i thjesht, merrem me bujqësi. Po, urdhroni. Edhe çfarë problemesh do sjellim? Probleme, jo, nuk kishe në probleme ka shumë, po edhe qeveria e di është sensibilizuar, po nuk do t'i zgjidhej, po do të qëndroje pak te politika. Po. Unë faktikisht jam i djathtë. Kam votuar gjithmonë për të djathtën. Pak rëndësi ka kjo, mos ne tregoni se për kë votoni, po? Ajo çadra e lirisë nuk më pëlqen. Pse? Deri ishte 8 vjet. Çfarë bëri zoti Sali? Çfarë bëri zoti Lulzim? Çfarë bëri gjithë e Kupol? Tani i dhimbset popullit. I dhimbset karikja vetë, nuk i dhimbset populli. Pra nuk keni besim te ta? Unë e them popullit shqiptar, jo vëmendje shumë te politika, po te hallet e veta. Dhe prapë mëngjesi me politikën e fillove. Unë të pyeta çfarë hallesh kemi, ju prapë me politiku morët. Kush është ai që është ngritur nga politika, ose nga populli, i ngriti dritat ai, zotëria? Unë ngrit njëri atje deri çadër, që pse ngritë dritat? Unë ngrit uji? Qartë. E po njëri jam edhe unë edhe ju, apo jo? Kjo është jenë te popullit shqiptar dhe populli shqiptar do vuaj. Po, dhe unë ju falenderoj që sillni dhe ju këndvështrimin tuaj, siç e shikoni këtë mëngjes ne pushtojmë këndvështrimet e ndryshme politike për të njëjtat realitete që ndajmë. Ishte edhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani ftoj Regjin të vazhdojë emisionet të tjera.